kush është Adem Hoxha dhe pse AK-ja po ignoron faktin se ai ishte një vegël e Radojqiqit brenda kuvendit të Kosovës. Deputeti i listës serbe që veproi në bazë të urdhrave të Milan Radojqiqit i është bashkuar grupit parlamentar të AAK-s. Në seancën e kuvendit të mbajtur dje, ai ishte ulur prapa shpinës së Ramush Haradinaj. Ai për kolegët gazetar ka konfirmuar vërtetësinë e këtij kalimi. Por kush është Adem Hoxha dhe pse AK-ja po ignoron faktin se ai ishte një vegël e Radojqiqit brenda kuvendit të Kosovës? Në vitin 2020, deputeti Gorani u bashkua grupit parlamentar të listës serbe. Në fund të vitit të kaluar, krijoi AKR-s Begjet Pacolli kishte deklaruar se kishte kontaktuar nënkryetarin e atëhershëm të listës serbe Milan Radojqić për të diskutuar sigurimin e votave të munguara për zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidente. Sipas Pacollit, pas një telefonate mes tij dhe Radojqiqit, ky i fundit i kishte konfirmuar se Adem Hoxha do ta votante Vjosa Osmanit. Rrjedhimisht Hoxhës ju dha leja nga nënkryetari i listës serbe për të bërë këtë veprim. Pacolli kishte deklaruar: "Në fillim Radojqiqi nuk pranoi të dërgonte askënd. Ishim në makinë, unë dhe shoferi im duke shkuar në shtëpi kur më telefonoi dhe më tha: "Shiko, po më vjen shumë rënd të refuzoj këtë që po ma kërkojnë. Nesër në ora 3, deputeti Adem Hoxha do të jetë para parlamentit dhe do të marrë pjesë." Kështu dhe ndodhi, besoj që i kam shërbyer vendit, zotit Kurti dhe zonjës presidente. Fjalët e Pacollit ishin konfirmuar edhe nga lista serbe. Në një reagim publik, pas fjalimit të ministrës tashme në detyrë të punëve të jashtme Donika Grvalla, të dhënë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku ajo përmendi kryeterroristin Milan Radojqić dhe lidhjet e tij me politikanët e rëndësishëm në Serbi, lista serbe kishte reaguar duke thënë mes tjerash se Grvalla është e fiksuar pas Radojqiqit. Ata kishin theksuar se nuk duhet harruar fakti se me urdhrin e Albin Kurtit e kishin telefonuar atë dhe e kishin lutur për të votuar Vjosa Osmanin si presidente, pra deputetët e grupit parlamentar. Gjithashtu edhe vetë Adem Hoxha kishte deklaruar se me urdhrin e kësaj partie politike ai nuk kishte marrë pjesë në seancën e parë ku votua Vjosa Osmani, por prapë me urdhrin e kësaj partie politike ai e kishte votuar atë. Kujtojmë se Ramush Haradinaj gjatë kohës sa ishte kryeministër i vendit e kishte pritur Radojqiqin në zyrën e tij, e po ashtu ka fakte se ata janë takuar edhe herave të tjera.